e jetës teme si i ri, me 18 vjeç, ka qenë ekzistenca jeme personale, për atë arsye dhe komik për Kosovës për çështje ekonomike. Mi po që 40 vjeç shkull, tu minu se po kthejna sot nesër, 40 vjeç shkull në Gurbet. Rreziku më i madh i Gurbetit është të armët që rinia ka mu asimilu. Ta mon atash jemi këthi në Kosovë, po jetojmë. Gjithmonë kanë thonë guri rond peshon vend vetin, edhe na kena ardhur këto në vend tonin. A i një lëllë si jene? Mirë, jo, ka pak. Jo, na vene. Na kemi orë për i Zvicre në Kosovë, po. Që sa ku jeni Zvicre? Jemi kod gjata, mon atash jemi këthi në Kosovë, po jetojmë. Jeni për fundimisht? Po, Ma në fundinima dikon që thajna këthi për fundimisht. Sekret përdojmë pushime. Po shkojna prapë në Zvicër se kemi 4 djemët atje, 3 reja. Atje shkojnë një vizit pushime? Atje shkojna në vizit, në pushime, i vizitojmë, rrim, kem sa dojna, apet, këthejmi këto. Gjithmonë kanë thonë guri rond peshon vend vetin, edhe na kena ardhur këto në vend tonin. Se vendosëm më këthi veç që është vendi jëtë, apo edhe është vendja? Po vendosëm se është vendi jonë, gjuan Shqipe, jem shqiptar. E të regëna që është jeta në Zvicër, që shka qenë tash për juga? Jeta në Zvicër është shumë e mirë, po edhe atje du të me punu shumë, për më konë jeta e mirë. Gjithkonë, kudo që t'jetojsh du të me punu, shumë. A që një rajtje ku të lirë me dalë, më shëtit e pini kafe si këto? Po, mon është kako e lirë, është vikendi, janë pushimet, janë festat, janë... Këpës vikendi? Po, vikendi, po. E puna ka shumë punë e pare që po shkojnë krejt. Po, duhet ka hargjime dhe atje është jetë e shtrenjtë, shumë standarti shtrenjtë, amo duhet edhe atje me menu shumë, që ka po ban njeri me pore, me kursy, me rujt porën, se porja shkon. Jo, a mund të një këtu mja dalë, se me qenë se këtu pagat e Zvitrës nuk i kemë? Për me pagë të Zvicrës, na këtu. Kosovës tash. Po, ja dalim, së kur jo që shpja delni, edhe na ja dalim diqysh, amon na mirë i kemi. Me rëndësi mu këthy në vend tonin, me jetu në vend tonin, që shto? Na të rego tash, me qka mire një? Une, për momentin, nuk punoj, e kam një penzion invalidor për një aksidentin në Zvicër, ko marrë me nusën këtë në Kosovë, e jetojnë në Kosovë. Si po të bënë mund diti? Tash që e këthime? Mirë, Kosova është veni shumë i mirë. Kosovës i nevitin urgentisht, sigurimi shëndetësor krijohet, ligji i punës edhe gjyqësia të pavarësohet. Po më duket krejt gurbeqartë për keni që shqetësimin e sigurimit shëndetësor. Shumë më rëndësi që kjo. Si e shat jetesën këto? Jetesa nuk është e keqe, po është edhe e keqe se nëse nuk implementohen që të shka thash, sigurimi shëndetësor, ligji i punës dhe gjyqësia tjetë e paanshme, atëherë rinia arshme është rrezik me u ikë pikë këtu ujtë. Që shteti si shtet, duhet të konstituohet sa më shpejt, me lanë këto qefet politike, po duhet me punu edhe me menu për kombin. Cila është vështirësia që ke pas njëtë? Apo sfida? Një jetës teme si i ri, me 18 vjeç, ka qenë ekzistenca jeme personale, për atë arsye dhe komik për Kosovës për çështje ekonomike. Që une për një afat kohor të punojt, të kursej, të ndërtoj një shtëpi, të blej një makinë, të martohem, të krijoj familje. Mi po që 40 vjetë shkull, tu minu se po kthejna sot nesër, 40 vjetë shkull në Gurbet. Mas 40 vite vendosë më? Kom vendosë më këthy, që 2 vite jemi këthy, jemi mirë këto, nuk jemi keq. Sa ka që e ronë për ty? Për më këthy. Apo... Me qëndrua atjetë, pasë që u kthejme? Që Gurbeti është shumë i ronë, për ata që e ka përjetu edhe përjeton. Rreziku më i madh i Gurbetit është të armët që rinia ka mu asimilu. Mirë, po, ti në Gurbet, i paskëndrejsh me thonë punë që i ke pas qëllimet e jetës, apo? Po. S'kishe mujtë këto me? Unë e kom përdor një strategji që 10 vite me nusën teme me bashkëpunim, i kemi marrë fëmijët e kemi kthy në klasën e parë në Kosovë, i kemi shkollu vitet e para shkollimit në Kosovë. Në vitin 2006, e pam që sot të funksionu si duhet shkollimi, i kemi marrë fëmijët, familjen e kemi kthy prapë në Zvicër, e kemi bërë në shtetësinë edhe i kemi pavarësu fëmijën. Tash ti fëmija jonë mujnë kur dojnë marrë në Kosovën e lirë, na nuk mujna mja imponu, por nëse përmirësohet që kjo shka thash, ligji sigurimeve shëndetësore, ligji punës dhe gjyqësia, atër fëmijët e me edhe nipat e mesat mendojnë që mujnë më kthy. Por ndryshe, nëse qështu shkën këto lojnat politike që ka përbajnë opozita sen, është absurd. Çka
mendon, cila do të më qenë paga mesatare me bu një jetë normale këtu? 1.000 euro. 1.000 euro dhe është gati, është ka ban dhe ka më ban, po prapë duhet me funksionu sistemi. Pensionet sa do të më qenë? Pensionit 50% ma pak se paga duhet me qenë, 500 euro. Pse jo? Se meritojnë ato një që kam punu për Kosovë. A mendon që ka më bush? Po, besoj që po, pse jo? Nëse si moni 500 euro, mujnë me marë 300 euro, po 200 jam bolon shteti. Ju thaq, e ki Po, Zvicrës? e kam pensionin, jam shumë i knaqët. Po të vinë sa një Kosovës? Po, është pyetja që unë prapë këtu jetoj, du me jetu këtu, po, për me jetu këtu, duhet institucionet me punu në njërë drejtë. Të janë shqesimet e juve, Të shqesimet tona, duhet me pas drejtësi për së cilin. I falenderoj shumë për kohën që e ndatë me një. Respekt, Faleminderit. ditën e mirë. Për tash që një kthik. Gjithashtu. Edhe ju kaloni mirë. Mi po që 40 vjetë shkun, tu minu se po këthejna sot nesër, 40 vjetë shkun në Korbet. Mas 40 vite vendosë më. Kom vendos me këthy që 2 vite jemi këthy, jemi mirë këto, nuk jemi keq. E ronë për ty. Për më këthy. Apo, Me qëndrua atjet, masë që u kthejme me ndër. që që Gurbeti është shumë i ranë, për ata që e ka përjetu edhe përjeton. Rreziku më i madh i Gurbetit është tarma që rinia ka mu asimilu. Mirë po, ty në Gurbet, i pas këndrejsh me thonë punë që i ke pas qëllimet e jetës, apo? Po. S'kishe mujtë këto me. Unë e kom përdor një strategji që 10 vite me nusën teme me bashkëpunim, i kemi marrë fëmijët dhe i kemi kthy në klasën e parë në Kosovë, i kemi shkollu vitet e para të shkollimit në Kosovë. Në vitin 2006 e pam që su të funksionu si duhet shkollimi, i kemi marrë fëmijët, familjen e kemi kthy prapë në Zvicër, e kemi bërë në shtetësinë edhe i kemi pavarësu fëmijën. Tash ti fëmija jonë mujnë kur dojnë marrë në Kosovën e lirë, na nuk muna mja imponu, por nëse përmirësohet që kjo shka thash, ligji i sigurimeve shëndetësore, ligji i punës dhe gjyqësia, atë fëmijët e me edhe nipat e mesat mendojnë që mujnë më kthy. Por ndryshe, nëse qështu shkën, këto lojnat politike që ka përbajnë opozita sen, është absurd. Çka mendon, cila do të më qenë paga mesatare me bu një jetë normale këtu? 1.000 euro. 1.000 euro dhe është gati, është ka ban dhe ka më ban, po prapë duhet me funksionu sistemi. Pensionet sa do të më qenë? Pensionit 50% ma pak se paga duhet me qenë, 500 euro. Pse jo? Se meritojnë ato një që kam punu për Kosovë. A mendon që ka më bush? Po, besoj që po, pse jo? Nëse si moni 500 euro, mujnë me marë 300 euro, po 200 jam bolon shteti. Ju thaq, e ki Po, Zvicrës? e kam pensionin, jam shumë i knaqët. Po të vinë sa një Kosovës? Po, është pyetja që unë prapë këtu jetoj, du me jetu këtu, po për me jetu këtu, duhet institucionet me punu në njërë drejtë. Të janë shqesimet e juve, Të shqesimet tona, duhet me pas drejtësi për së cilin. I falenderoj shumë për kohën që e ndatë me një. Respekt, Faleminderit. ditën e mirë. Për tash që një kthik. Gjithashtu. Edhe ju kaloni mirë.